nuk mjafton kërkimi diturisë dhe pastaj keqpërdorimi dhe pastaj mos respektimi dietarëve që Allahu të jetë i kënaqur me ne. Duhet të dyja të jenë në të njëjtin nivel, dituria dhe edukata. Andaj, jo rastisht edhe dietarët kanë thënë el-adabu qabla at-talab. Edukata është para dijes. Dhe gjithashtu të nderuar vëllezër, në transmetime të ndryshme sahabët kanë thënë kunna nata'allam al-imana qabla an nata'allam al-Qur'an. E kemi mësuar imanin, besimin, edukatën e mirëfillt para se ta mësojmë Kur'anin. Dhe kur nuk i ka hije dhe del në formën më të shëmtuar një person që i është dhënë dituria, por është i pakujdesshëm, është jo i sjellshëm me mësuesit e tij. Nuk ka njeri më të shëmtuar në pamje dhe në qëndrim se sa dikuj që i është dhënë dituria, por nuk i respekton mësuesit dhe profesorët e tij. Andaj, të nderuar vëllezër, dietarët islam thonë se edukata ndaj mësuesit është obligim, sepse ai ta ndriçon rrugën e vërtet në jetën e kësaj bote. Ai duhet të respektohet, ai duhet të vlerësohet, e asesi të nënçmohet dhe të nënvlerësohet. Për këtë arsye, dietarët kanë përmendur disa prej etikave, disa prej edukatave që duhet i ketë nxënësi dijes me mësuesin e tij, me hoxhën e tij. Prej tyre e para, nxënësi dijes duhet të jetë i sinqert, së pari me Allahun, pastaj edhe me mësuesin dhe profesorin e tij. Sepse vetëm sinqeriteti dhe qëllimi i sakt në kërkimin e diturisë dhe në raport me mësuesit e bën veprën tënde të pranuar të Zotit. Përndryshe, lodhesh kot. Përndryshe, do mundohesh kot. Përndryshe, do të harxhosh para kot, sepse Allahu nuk e pranon punën tënde nëse nuk je i sinqert. Pejgamberi alayhis salam thot innamal a'malu binniyat. Veprat shpërblehen sipas qëllimit. Nëse qëllimi yt përmes diturisë është kënaqësia e Zotit, përmes diturisë është vlerësimi i hoxhës dhe mësuesit tënd, do të arrish këtë qëllim. E nëse është në vlerësimin e tij, atëherë në ditën e gjykimit dituria jote do të jetë argument kundër teje, jo pro teje. Allahu na ruaj. Për këtë arsye, ishte një xhamatli në kohën bashkëkohore, i cili ishte i nevojshëm për dituri. Kishte nevojë që të mësonte të shkronja të Kur'anit dhe ta mësonte të mirë leximin e Kur'anit, që të hynte në Kur'an dhe të merrte sevape. Por nuk e donte hoxhën e tij. Dhe ajo vrehej nga fytyra dhe mimikat e fytyrës së tij. Dhe një ditë hoxha i thot, më trego sinqerisht. A më respekton edhe a më don mua apo ka ardhur me një qëllim tjetër? I tha hoxh, unë diturinë fetare e marr prej krejt të tërkujt. Unë nuk e marr prej teje fen. Por kam nevojë që të mësoj shkronja të Kur'anit, andaj më duhet më ardh tek ti. Hoxha nervozohet, hoxha hidhrohet dhe pastaj e largon nga mezhlisi. E largon nga mësimi diturisë. Dhe pastaj ai person, ai xhamatli mbetet pa e mësuar bukur leximin e Kur'anit me ndonjë hoxhë. Pse? Sepse ai nuk e donte sinqerisht hoxhën e tij. Ai e shfrytëzonte hoxhën e tij vetëm për vetveten e tij. E kjo nuk është e sinqert. Andaj hoxhën tënd, mësuesin tënd, profesorin tënd duhet ta duash dhe duhet ta konsiderosh mësuesin në vendin e babait tënd, në vendin e prindrit tënd. Sikurse pejgamberi sa më tha, unë për juve jam sikurse babai, uallimukum, mësoj juve. Innama bu'ithtu muallima, unë jam dërguar mësues i njerëzimit. Andaj mësuesi duhet të jetë në vendin e babait. Duhet ta duash dhe ta respektosh atë. Për këtë arsye, të nderuar vëllezër, pra njeriu duhet ta doj dhe ta respektoj, ani pse mundet me qenë jo shumë i dijshëm mësuesi dhe hoxha jot, por ti duhet ta respektosh atë, sepse mjafton ty si begati që Zoti ta ka mësuar të mësosh tek dikush që din më mirë se ti. Andaj duhet të jesh i sinqert.